Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese i përbërë nga 3 anëtar dështoi të marrë në shqyrtim ankimimin e qeverisë shqiptare ndaj vendimit të Gjykatës Kushtetuese për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në këto kushte, sipas ligjit për organizimin e Gjykatës Kushtetuese, kolegji i përbërë nga Sander Beci, Marsita Xhaferllari dhe Sonila Betja vendosi që çështja t'i kalojë mbledhjes së gjyqtarëve për të shprehur. Edhe mbledhja e gjyqtarëve, po ashtu si kolegji do të duhet të vendosë për mos kalimin me shumicë votash. Në këtë rast, nëse nuk arrihet shumica prej 5 votash në favor të mos shqyrtimit, çështja i kalon automatikisht seancës plenare. Kryeministri Edi Rama argumenton sërish përmes rrjeteve sociale kërkesën ndaj Gjykatës Kushtetuese për heqjen e pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Shkak sipas tij është bërë vënia në punë e projektit për një linjë direkte udhëtimi me Kanadan. Kanë përfunduar bisedimet në nivel teknik dhe kthim përgjigje pozitive palës kanadeze i ka hapur rrugë lidhjes së marrëveshjes dypalçe mes Shqipërisë dhe Kanadas për nisjen e fluturimeve ajrore transoqeanike midis dy vendeve, por kjo procedurë nuk mund të vijojë me hapat e mëtejshëm të miratimit, pasi autoritetin ekskluziv kushtetuta i jep ministrit dhe kompetencat e tij nuk mund të delegohen tek askush tjetër, apelon Edi Rama. Krahas asaj, sipas Ramës, janë dhe 36 akte të tjera të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të cilat mbeten të pezulluara bashkë me ministrin. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë rrëzoi kërkesën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për interpelancë me kryeministrin Edi Rama. Sipas Niko Peleshit, çështja e Belinda Ballukut është në Gjykatën Kushtetuese dhe përpjekjet politike për të nxjerrë një vendim mund të ndikojnë tek ligji. Kërkesa për interpelancë urgjente sipas parashikimit në nenin 80.1 të Kushtetutës dhe nenin 97 rregullores nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht një shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe studimit të ligjit. Argumentet i kanë parashtruar në kërkesën e paraqitur më herët ndër të tjera Peleshi. Në këtë kuadër është e domosdoshme që të pritet vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese dhe të respektohen proceset ligjore dhe kushtetuese që kanë për qëllim garantimin e drejtësisë dhe funksionimin e duhur të institucioneve shtetërore. Kundër kërkesës së demokratëve votuan 74 deputet dhe 17 të tjerë përkrahen kërkesën për interpelancë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se prania e kryeministrit të seancë nuk ishte për ligjshmërinë e vendimit të gjykatës për pezullimin e ministrit, por për mbrojtjen që kryeministri i bën numrit 2 të qeverisë. Ajo për cilën kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin është eksaktësisht ndërhyrja institucionale e kryeministrit në një çështje në hetim, mbajtja në detyrë e një ministri apo zyrtari të marrë të pandehur për abuzim me disa tendera publik dhe ndërkohë nën hetim për disa tendera tjerë, si dhe ngritja e pretendimeve në kërkesën që ka dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese në emër të Kuvendit të Shqipërisë, pa e konsultuar Kuvendin e Shqipërisë. Sipas Bardhit, kryeministri Edi Rama duhet ishte marrë i pandehur së bashku me Ballukun, si bashkautor i vjedhjeve për tunelin e Llogaras dhe të Unazës së Madhe. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në intervistë televizive komentoi vendimin e gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për pezullimin e zëvendës kryeministres. Sipas Tauland Ballës, nuk ka ligj që parashikon një tjetër vendim përveç se për shkarkim ose emërim për një ministër ose deputet. Balla pretendon se në këtë situatë kryeministri është në pamundësi të ushtrimit të gjithë kompetencave të tij, pasi nuk mund të delegojë kompetencat tek askush tjetër përveç se tek zëvendës kryeministri. Politik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon hetim nga Prokuroria Publike Europiane dhe Prokuroria Mbretërisë së Belgjikës në lidhje me tenderin për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Në një konferencë përshtyp nga Selia Blu pas arrestimit dhe lirimit të ish-komisioneres europiane Federica Mogherini, kryedemokrati Berisha kërkoi të hetojnë komunikimet e saj me kryeministri Rama me telefona të koduar si Sky ECC Matrix, të cilët kanë vërtetuar se Rama i ka përdorur në raste të tjera të korrupsionit ndërkombëtar. Ju bëj thirrje këtyre institucioneve të hetojnë marrëveshjen e fshehtë Rama Mogherini për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Ju bëj thirrje të hetojnë të gjitha emailët, SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje
dhe në veçanti të hetohen komunikimet e tyre me telefonata të koduar Sky ICC Matrix, të cilat është vërtetuar se Edi Rama i ka përdor në raste tjera të korrupsionit ndërkombëtar, siç është rasti Mek Gonigal. Partia Socialiste i garanton Partisë Demokratike të drejtën për të propozuar avokatin e popullit. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të shumicës në pushtet, Taulant Balla deklaroi se nuk do të propozojnë asnjë kandidat për avokat të popullit. Ai premtoi shqyrtim të kërkesave që vijnë nga Partia Demokratike. Ne nuk do të mbështesim deri në këtë afat me firmat tona një kandidat, por do të vlerësojmë kandidaturat që janë mbështetur me firma nga ana e opozitës. Balla konfirmoi se si shumicë janë në pritje dhe të vendimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar vendimin e gjykatës për shkarkimin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Mendoj që nuk e ka një kompetencë të tillë gjykata të pezullojë një ministër, sepse kushtetuta sipas nenit 103.3 e ka barazuar ministrin me deputetin sa i përket imunitetit, që do të thotë as deputeti nuk pezullohet nga ushtimi i aktiviteti e përpasoj as ministrin. Megjithatë, për fat mirë gjithë rendi kushtetues në Republikën e Shqipërisë e ka përcaktuar qartë që kur ke një ankesë për këtë shkon në një instancë që është gjykata kushtetuese, të presim gjykatën kushtetuese të pret. Krahas asaj, Balla paralajmëroi të tjera ndryshime në legjislacion në kuadër të kushteve për antarësim në Union. Kuvendi ka një pjesë të rëndësishme të detyrave të shtëpisë Shqipërisë në kuadër të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, nga shtatori 2025 deri në le të themi në krishtlindjet e vitit 2027, do të jenë mbi 500 ligje të cilat duhet të miratohen Kuvendit të Shqipërisë. Partia Demokratike e Shqipërisë propozon formulën për zgjedhjen e kryetarit të ri të avokatit të popullit. Demokratët do të përzgjedhin një listë me 6 emra nga kandidatët që përmbushin kriteret, mes të cilëve Partia Socialiste do të zgjedhë 3 prej tyre, ndërsa në fund Partia Demokratike do të përzgjedhë vetëm një kandidat. Ky i fundit do të kalojë më pas për votim në kuvend. Propozimi është depozituar me një letër kryetarit të kuvendit Niko Peleshi nga kryetari i grupit demokrat Gazmend Bardhi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se më favoriti në garë është emri Besim Drejgjonit. Ne kemi kandidaturat tona, i kemi të listuara, janë të njohura. Njëri prej tyre, zoti Besim Drejgjoni, ka qenë në seancë, kemi realist, domethënë që ai në çdo lloj kodi të rrytarisë parlamentare, ai duhet të ishte votuar, por dhe duhet votohet. Pastaj janë kandidatura tjera, të cilat Partia Demokratike i mbështet, pra ne nuk kemi disa kandidatura. Partia Socialiste nuk do të pranojë tërheqjen e firmave nga Partia Demokratike për 7 kandidatët që mbështeti për avokatin e popullit. Burime për media thonë se për socialistët tërheqja e firmave është jashtë afatit. Një ditë më parë, Partia Demokratike njoftoi papritur tërheqjen e firmave të gjithë deputetëve për kandidaturat që do t'i përcilleshin seancës për votim me argumentin se nënshkrimet janë dhënë përpara se kandidatët kalonin filtrin e Komisionit të Ligjeve. 26 kandidatët që shprehen interes për këtë post morën fillimisht miratimin nga Komisioni i Ligjeve, ndërsa afati i mbështetjes me 28 firma deputetësh, emrat që do t'i kalonin seancës plenare për votim, skadoi të martën. Socialistët nuk mbështeten me firma asnjë prej kandidatëve, ndërsa theksuan se do të votonin siç kërkon tradita parlamentare, një nga emrat që do të propozonte opozita. Ekonomi. Rritje e pagave në masën 2.5% për vitin 2026 në sektorin publik. Premtimi vjen nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri Delina Ibrahimaj gjatë një digjese publike me banorët e njësisë nr. 7 dhe nr. 10 në Tiranë. Ministri Ibrahimaj deklaroi se indeksimi i pagave në sektorin publik me 2.5% synon përmirësimin e mirëqenies për të gjitha shtresat dhe kategoritë e punonjësve. Indeksimi nuk është bërë ndonjëherë dhe do të bëhet vitin që vjen me 2.5% për të gjitha kategoritë e pagave. Dhe kjo është një masë që neve i japim për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, që rritja e çmimeve të mos e uli fuqinë blerëse, deklaroi Ibrahimaj. Krahas asaj është parashikuar për pagë minimale në 500.000 lekë, ndërsa synimi është që deri në vitin 2030 ajo të jetë 700 euro.
Fillon shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët në Shqipëri. Vendimi u njoftua nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit. Përmes rrjeteve sociale, Delina Ibrahimaj premton 15.000 lekë shpërblim për pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë dhe kategori të tjera përfituesish për pensionet që marrin deri në 20.000 lekë. Përfituesi janë rreth 762.000 pensionistë, për e tyre rreth 640.000 marrin një pension pleqërie, të tjerët marrin pension social, invaliditeti, familjar, trajtim të veçantë financiar, si minatorët e nëntokës, punojësit e ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarake të pension të parakohshëm. Shpërblimi mund të tërhiqet deri më 30 qershor 2026. Partia Demokratike në Shqipëri vjon akuzat ndaj qeverisë se në 12 vite ka ngritur një sistem të korruptuar dhe vepron vetëm në favor të klientëve të saj. Në Kuvendin e Shqipërisë, deputetja demokrate Jurita Tabako tha se Rama nuk synon një ekonomi të shumicës, por për një grusht njerëzish. Për herë të parë në historinë e post-tranzicionit, shteti është kontribuesi më i madh i rritjes. Ashtu si në ditët e ekonomisë komuniste e socialiste, ku rritja mbahej nga shpenzimet e shtetit e jo nga puna reale. Taksat neto kanë dhënë kontributin më të madh në rritjen ekonomike, 1.97%, si rezultati të çmimeve të larta, si rezultati konsumit të brendshëm të fryrë nga projektet e qeverisë, ku pjesa më e madhe e tyre janë korruptive. Tha ndër të tjera Tabaku. Ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme Lisa Spiropali gjatë takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s mbajtur në Bruksel rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për mobilitetin ushtarak dhe rolin qendror të korridorit të tetë si arterie strategjike e gatishmërisë së NATO-s. Ne dhe aleatët mbetemi të përkushtuar në modernizimin e infrastrukturës, harmonizimin e procedurave dhe rritjen e kapaciteteve për lëvizje të shpejtë si kontribut konkret për sigurinë kolektive të aleancës, shkruan ministria. Në takim diskutohet rëndësia strategjike e avancimit të lëvizshmërisë së trupave dhe pajisjeve ushtarake në rajon, si dhe ftesa shqiptare për të mbajtur një takim ministerial të vendeve nënshkruese në fillim të vitit të ardhshëm në Tiranë. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.